Zëvendës kryeministi dhe një herë që njëri ndër drejtuesit e Vlenit Arben Fetaj ka qenë i ftuar i radhës në emisionin Debat në Shenja. Fetaj është prerur i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve lokale, ku sipas tij Vlen ka fituar shumicën e komunave kyçe që në raundin e parë, ndërsa në komuna tjera tha se ka një epërsi të thellë ndaj kundërshtarëve politik. Koalicioni Vlen ka fituar çdo kund me disa përjashtime shumë të vogla. Struktura ime, struktura që vazhdoj në Vlen, është pjesë përbërëse vendimtare e fitores në shumë komuna të koalicionit Vlen, dhe unë besoj që nuk ka, asnjë ndryshim për sa i përket pozicionit ton në qeverisje, sepse kemi kontribuar po në Saraj, po në Çajir, po në Tetor, në Teash. Në këtë emision, Fetaj drejtoi edhe një sër akuzash për ish-kryetarët e tij dhe për liderin e BDI-s Ali Ahmeti, duke thënë se humbusit më të mëdhenj në këtë zgjedhje janë ata. Dhe unë e shoh që Taravari, Sela, Ali Ahmeti vazhdojnë të heshtin. Ata ende nuk kanë dalur të komentojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve që flas shumë. Kjo më nuk bëhet fjalë për humbje, po bëhet fjalë për një fiasko që edhe sqaron sepse nuk dalin para kamerave, sepse realisht, siç e shkrova në një nga postimet, ata janë barazuar me zero, ata janë barazuar me hiç. Ai shtoi se ky rezultat është treguesi një frymë të re politike që përfason Vlen, duke parashikuar se në përfundim të procesit BDI do të mbetet me vetëm 2 ose 3 komuna.